Edhe në shoqëritë e suksesshme, njerëzit që janë falënderues dhe janë mirënjohës për tokën, për adheun e tyre, për tokën e vet, për vendlindjen, për nanën, për babën, për Zotin që e ka falë. Zoti ju jep sukses qofshin edhe në fund të botës. Pse? Sepse ata janë falënderues dhe mirënjohës për të mirat që ju ka dhënë Zoti. E pastaj ti e ke plotësu një kusht për i kushteve të një ajeti kuranor kur Zoti po të thotë në Kuran Khalifetun fil ard. Për kujto pra, kur Zoti u tha me lajqive, kam me bën pra një përfaqësues në tokë, një krijesë kam me krijuar, kam me lënë si përfaqësues diplomat ose ambasador të tokës, ne jemi pra ne njerëzit. E ty Allahu ta ka besu këtë me këmësi, këtë khilafe, e ti sa po i përmbash kësaj khilafe, e mos shkojna më larg, kur njëri zgjohet nga gjumi dhe nuk e ngrit shtratin e vet ku ka flejt në shtatin e vet, 7 orë gjumë ke fjet në krevatin tënë, e ti nuk e drejton krevatin tënë, e po pritet me drejtue shtetin, ose po pritet me drejtu fshatin, ose xhamin, ose shkollën, ose trupin tënë bre, dikush trupin e vet se drejton.